kemi plot 18 ndeshje që luajmë paralelisht, do të na zbulojmë mes dramës dhe emocioneve të mëdha se cilat janë skuadrat që do të kalojnë mes 8 më të mirave, cilat do të eliminohen dhe kush preson të mbajë gjallë ëndrrën për finalen e madhe të Budapestit nëpërmjet biletave të fazës play-off. Kjo e sotmja është pikërisht nga ato mbrëmje unike që vërtet na mban të pavendosur me mendje nga njëra ndeshje tek tjetra, për një eksperiencë që vërtet mund ta përjetosh vetëm një herë në UEFA Champions League. Përshëndetje miq të tring, nga unë Eva Murati, ritakohemi si gjithmonë në Studio Champions League me miqtë e mi, Erik Cana, Envi Hicka, Blerim Zalla, Erion Xhafa, mirëmbrëma. Do të nisim menjëherë diskutimet me të ftuarit tan për këtë mbrëmje që vërtet na premton emocione jashtëzakonisht shumë të forta dhe vërtet një nga ato përballje që përbën jashtëzakonisht shumë interes është sfida mes Dortmundi dhe Interit. Ka shumë për të folur në fakt për këtë ndeshje. Lori, nisim menjëherë së bashku se vërtet besoj sot jemi të karikuar të gjithë me sy për nga ekrani për të parë ndeshje të jashtëzakonshme. Një moment si vitin e kaluar kur e kishim një nga pretendentët që ishte gati duke u eliminuar në këtë fazë që ishte Parisi, por ka shumë ndeshje të cilët për momentin do të përcaktojnë këtë teshën e parë.